Në zemër të fshatit Magjepës të Linit është hapur për vizitorët mozaiku i bazilikës paleo-kristiane. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë me ndjekësit e tij pikërisht pamje nga ky mozaik në fshatin e mrekullueshëm të Linit. Ai e përshkruan si një tjetër thesar të çmuar të trashëgimisë kulturore shqiptare, që tashmë është i hapur për të gjithë vizitorët, vendas dhe të huaj. Mozaiku i bazilikës paleo-kristiane në Linë sjell në dritë lashtësinë, artin dhe historinë e kësaj zone magjepsëse, shkruan kreu i qeverisë shqiptare. Fshati Linë dhe zonat përreth po promovohen gjithnjë më shumë si destinacione turistike me vlera natyrore dhe kulturore, duke u bërë pjesë kyçe e ofertës turistike të Shqipërisë për të gjithë turistët e huaj. Ky hap i hapjes së mozaikut për vizitorët është pjesë e përpjekjeve për të nxjerrë në pa thesaret e pastra që ruan vendi ynë ndër vite dhe për të mbështetur zhvillimin e turizmit kulturor dhe historik